po flasim për një gjendje të blogadës institucionale, të një krize të madhe të brendshme dhe të jashtme politike të Republikës Kosovës. Nga kjo krizë mund dalim nga pozicionet e tanishme. Para se të shkojmë në zgjedhje, na duhet një qeveri kombëtare e tranzicionit, pjesës së cilës jemi të gjitha partitë politike shqiptare. Nuk shoh arsye të kemi takim, por jam i gatshëm të ftojmë dhe liderë të tjerë. Jemi gjithë pjesë e jetës publike në Kosovë, përfaqësojmë qytetarët e vendit, njerëz tanë, cilët kërkojnë zgjidhje nga ne dhe besoj që uniteti në periudhë të caktuar i shërben edhe emancipimit shoqëror, edhe shërimit polarizimit për cilën është fajtor zoti Kurti personalisht, po edhe jep një orientim të mbarë për Republikën e Kosovës, sepse dallimet tona janë të vlerave para se të jenë individuale. Nuk jam këtu për vlerësuar, unë kam përcjell një letër tani drejt zotit Kurtit, edhe në atë letër kam shfaqur pozicionet e LDK-s dhe të ardhmen për Republikën e Kosovës, ju ftoj të analizoni dhe më pas ndoshta edhe të krahasoni. Por në politikë nuk jemi për percepcione individuale, e aq më pak për treguar se çfarë preferojnë vetuesit e një partie tjetër. Për ato flas unë. Kemi komunikim tjetër, pra letra e djeshme e ardhur në zyrën e LDK-s është trajtuar me seriozitet dhe respekt. Po kthehemi me përgjigje me një letër dhe po kthehemi me thirrje për një momentum të ri politik. Po përkrijojmë një momentum të ri politik dhe i ftojmë gjitha partitë politike shqiptare që të jenë pjesë e këtij momentumi për të dhënë zgjidhje. Nëse nuk duan të jenë pjesë e kësaj politike, le të vazhdojmë me plagada institucionale që kemi tani. Nuk besoj se letra kam prejende. Jo, unë paralelisht me dërgimin e letrës vendosa të drejtojmë juve për shkak të respektit që madh për punën e madhe që bëni ju. Në momentin e parë, 24 shtatë, që liderët politik shqiptar janë të gatshëm të bëjnë një takim të tillë. Qëndrimi i LDK-s është i pandryshueshëm. Pra e para, qëndrimi i LDK-s është i pandryshueshëm. Mos e ngritni si temë, nuk do ndryshoj. Nuk do ndryshoj ky qëndrim pavarësisht se vjen një letër apo sa letra vijnë. Është qëndrim politik i artikuluar, menduar dhe ndërtuar me kohë. Nuk e kam ndërmend as të tradhtoj votuesin e LDK-s, e as ta vendosi këtë votues në situata të palakmueshme që ndihet i mashtruar. Kjo kohë ka përfunduar. Pra, votuesit tanë, mbështetësit tanë, le të qëndrojnë qetë. Unë po flas për zgjidhje politike në një krizë të madhe në cilën është Kosova. E thash në fillim deri në zgjedhjen e presidentit e kam fjalën për periudhë, presidentit të ri. Ideja është e rikthimit të vlerave bazike të demokracisë, ndërtimit të një programe dhe agjende konkrete që i shpërfaqë më së miri vlerat burimore të popullit të Kosovës dhe partive që përfaqësojnë këto vlera, dhe dalis nga kriza tanishme. Jemi në krizë, dhe kuptoni këtë që jemi në krizë, dhe partia e parë nuk ka zgjidhje për krizë. Ka tendencë bllokuese. Ne po e ofrojmë dhe po e shohim një rrugë të zgjidhjes drejt kësaj rruge. Dhe zgjedhjet nuk përjashtohen, nëse janë të gatshëm për zgjedhje, shkojmë në zgjedhje. Me të qartë. Duhet të takim të përbashkët, takimet individuale nuk sjellin ndonjë zgjidhje sepse është qeveri kombëtare e tranzicionit në kupton që do të jemi gjithë. Pra të kemi të qartë qëllimin për çfarë jemi, çfarë bëjmë për ato pak muaj, si organizojmë zgjedhjet demokratike në Republikën e Kosovës, si rikthejmë demokracinë edhe politikën e mbarë Republikën e Kosovës. Këto janë qëllimet e një qeverie të tranzicionit. Për çështje tjera, LDK-s shpeshherë pa vullnet i bie hise që të luajë rolin e një shtytësi të zhvillimeve, edhe kush zën. Në mbrëmjen e zgjedhjeve kam dalë para jush, kam thënë duam të qëndrojmë në opozitë. Besoni është vështirë me nejtë në opozitë, por shiqani nuk po flasim për pozicione, po flas për parime bazike të shpëtimit të gjendjes së tanishme të Republikës së Kosovës. Kërkoj unitet, përbashkim dhe ky është moment historik cilën duhet ta shfrytëzojmë gjithë bashkërisht.